Në emocione por i lumtur, mëngjesin zgjodhi ta nis para zyreve të partisë së tij. Kjo pasi për rreth 2 orë priste të shkonte në kuvend e të betohej si deputet. Por më të mëdha se emocionet, Paris Guri nga LDK tha se ka përgjegjësinë para atyre që e kanë votuar. Natyrisht që ka emocione, po për te emocione është edhe një farë doze e madhe e përgjegjësisë që të bjen mbi supe kur e din që kemi përfaqësuar interesat edhe kemi përfaqësuar interesat e qytetarëve dhe kemi përfaqësuar një numër të madh të votuesve. Në 2022-ën ajo zgjodh kryetari i forumit të rinisë së LDK-s, e zgjedhja e tij si deputet, thotë se i erdhi pikërisht nga të rinjtë e Kosovës. Mendoj që jam deputet i rinisë, edhe mendoj që gjatë krejt mandatit tim si kryetari i forumit të rinisë i kam përfaqësuar interesat e rinisë, edhe tash rinia ka vendosur që me ma jep qëtë numër të votave që me u siguru ata që kanë me po zonën e tyne edhe në kuvend të Kosovës. Gjatë mandatit të tij në kuvend, Guri ka edhe një tjetër qëllim. Kam vendos me qenë njëri prej deputetëve më transparent në kuvendin e Kosovës edhe me u mundu përmes videove, përmes platformave sociale, përmes rrjeteve sociale që me i mbajt të informuar krejt ata që më kanë votuar edhe krejt qytetarët e Republikës së Kosovës për gjithçka që ashtu zhvilluar mbrana. E kështu i erdhi ora të nisej për në kuvend. Por pavarësisht që arriti në kohë e me plot entuziazëm, Paris Guri nuk arriti të betohej, pasi nuk u miratua raporti i komisionit për verifikimin e mandateve. Guri në zgjedhjet e 9 shkurtit mori plot 18.650 vota.